Prezencë nonës ja shoj ke nonën, edhe shqip edhe serbisht. Kam po njëri kër e kanë detyru me hongër bari, unë kam po. U shku e ka morë bukën dhe tu na prun bukën neve lini i ka romi na elsi. Në erë tonëve shpirtin fyt në erë. Nuk jem dasht me dit njerëzit që atë vro ademi. Shënjestër.net U që kësë ju kam kanë gjitë qysh në prill vitit 1997. Pas vitit 1989, çdo vit bon e keqe ma keqe. Sidomos vitit 94-95, fillu unë përveç se me rej, me i njëru, po shpesh herë dhe me qnjerëzu njerëzit. Unë kam po njëri në Llogas në atë kohë, kër e kanë detyru me hongër krune të mullini. Kam po njëri kër e kanë detyru me hongër bari, unë kam po. Mas flasëm ma që kurdo që e dalë, qoftë me shku të miku, qoftë ndarësum, qoftë ndek, jena kon, është puna e parë që t'ka vetë a erë dhe shnesh, a erë dhe rahat, se t'ka rej. Është e zëshme kur e she një djallë me nëndë vetin, në prezencë nonës ja shoj ke nonën, edhe shqip edhe serbisht. E raf ke mënyrën më të pushtër të mundshme. Është e zëshme për shembull ka në Tajgunin, kur ka orë një polit, një Bulatoviqi, po e përmeni me emrin, 10 minuta para iftari edhe i marrë ke njerëzit, e marrë ke një 20 pitolke, e 50 qebopa, e 10 minuta para iftari i marrë, si do më këta që i shri ke me plis, hajde po ja ka, po kape jashtike qebopin, edhe jashtike bukën ngoj, me ja qartë iftarin. E një varforme, unë e kom urrejt gjithë vdekjen e përditshme. Kam pas dëshirë që vdekjen e përditshme me hjek, edhe me bo një vdekjet një ditshme, po të paktën me morë edhe dikan me veti, se në erë tonëve, shpirtin fyt në erë. Shkollat e mbyllne, fakultetet e mbyllne, po të largun be i pune, ta rrugve, maltretime, rrahje, dhe i fillu një kontroleshin edhe në vene ku nuk duhet me i prejkë femnat, jo se i keshti paret që tu, jo se i keshti, pastaj edhe o bo jeta ma e padurushme. Kështu që ishtë zgjidhja e fundit, nuk ishtë dëshira, po ishtë zgjidhja e fundit që na, si djem 3 të asaj kohë, 3 me thonë, 20 vjeç, 30 vjeç, duhet me hy kësaj rrugë. O me dekë një ditë, e mos me dekë për ditë, o me u shliru edhe me jetu në liri që jetoj pësaj të shqyqyrëzë. Pas daljes publike në Laush me 28 nëndur 1997, me 30-in ne e morëm një urdhër gjëqësisht një vendim nga Musi Ashari na komentan një vendim që ne si grup duhet shkojmë të armatosemi në Shqipëri. Kjo për arsye se kishim armë pak dhe grupet duhet zgjeroheshin. Kalum pjesën nga pjesën ka Shishmoni edhe kemi ra pjesën ka Tropuja. Kur kemi shku aty, e kanë pas me shenj, me gjuhë 3 herë. 3 gjujtje tona e njoftojshin, i sinjalizojshin pjesën që kishme na prun armatimin, venin, lokacionin ku jim. Edhe mas 3 gjujtjeve, pjesa tjetër. Nëse aje ka morë mesazh, ne ka pas vetëm një gjujtje. Edhe mas 5 minuta o 10, kanë orë me 2 kuaj edhe një gomor, një garkum, me municion, ka pas municion, ka pas armatim, ka pas eksploziv. Ata që erdhen ishin Ilirkën Nushevci, Naim Haziri, dikon i podujet, general ka dalë në pension, edhe një tjetër që atëherë sot nuk e di, kem nejt me ta, gëzim matë malë nuk ish. Po të thonë për veti, unë ju pa ta thonë njerë aty në shrukve që me pas ka ari, komplet qaj e qënë. I sot gjemoj ja kish je krehte dhe kish ju në burë. Pas ka ari, që unë ka mu pasunu me ta. Po për mu edhe për gjithë shruk ka qenë kjo armatim, edhe këta municion ka qenë shumë ma të vlefshëm se ari. Se gjendje në Kosovë kishim tepër të ronë. Për çdo ditë kishim rrahje, kishim burgusje, kishim maltretime, kishim shpërngulje. Majron njëtën dhe me ashtë kur ardhëra Ademi Jashari dhe familje Jashari, për shkak se grupi Guri ka nejt që nga 22 janari, ka nejt për 3 javë ditë në logjen Jashari, konkretisht në shtëpinë e Musi Jashari. Biles nuk jem dasht me dit njerëzit që ardhë vra Ademi. Jo, Ademi nuk u vra, Ademi është gjallë, ajo është i gjallë, se frigoheshin që mos po bjen moralit të popullota. Nuk ishte na kishëm krya çështjen e moralit, po rasti i dytë është kur e kanë bërë me sytë mi masakrën Deliajve.
Edhe rosti i tretë është vrosja një djali diun 18 vjeçor, ka ndodhur me 31 maj në Ladrëth, komunës Malishevet. U shku e ka morë bukën dhe tu na prun bukën neve lini i ka romi na elsi. Më të gëzueshmet është me 9 maj 1998, kur kem tregu super fuqi dhe e kem mbyll gryken e Llapushnikut, edhe kem ndalu forcat me përdor rrugën Prishtinë-Pej. Kemi arrit përballë një ushtrie që narko llogaritej si ushtria e tretë në Evropë, me pa mundsu qarkullimin. Është dita e çlirimit me 14 qershor 1999, kur e kam hjek pe komunës flamurin e Serbisë edhe fotografitë e Miloševićit, duhet me kujtu se secili në Kosovë ka tafër më vëron. Edhe ai ka mujt me ike mos më vëron. Kur e pyes një djalë të ri, a ki makinë po, a ki banesë tone po, a ki një punë po, pse jo po nuk jetohet, nuk di më madho arsyen pse nuk jetohet. Po 14.000 njerëz janë vrarë në çet Kosovë për me jetu këtu. Po 800.000 janë shpërngul. Po 800.000 janë kthy për 2 javë. Të gjithë ata kanë pas mundësi me ikë deri në Amerikë, në Australi, në Zeland 3. Të gjithë janë kthy. Pa kuptim që sot shumica bin prej e propagandës të shërbimeve serbe, të instaluar përmes njerëzve që i kanë në Kosovë, që shpërndon propagandën që në këtë vend nuk jetohet. Nuk ka vend më të mirë se Kosova. Vetëm do të me punu. Shënjestër.net